Rreth 500 aplikant kanë shfaqur interes për paketën e maleve, ndërsa zonat prioritare janë caktuar për Bashkitë Pug, Pulqisë dhe Lezhë. Ky program synon të nxjisë investimin dhe zhvillimin lokal, duke ofruar mundësinë për qytetarët që të ndërhyjnë në zonat e tyre në mënyrë të organizuar dhe të lishme. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo vuri theksin tek ndikimi i ekonomisë i këtyre investimeve, duke theksuar se deri në fund të vitit 2026 pritet të arrijë deri në 1000 aplikime që do të përkthehen në investime të drejtpërdrejta. Nuk ka në asnjë rast mundësi që paketa e maleve t'i bivendoset një tokë e cila është pron private e regjistruar. Ka zero shans. E para. E dyta, bëhet fjalë që çdo aplikant i cili ka të drejtën të aplikojë në paketën e maleve duhet të plotësojë dy kushte. Ose duhet ta ketë zotruar atë territor për spaku 10 vjet, ose duhet ta ketë zotruar atë territor me një dieni të gjerë të publikut, siç kemi raste sidomos në veri të Shqipërisë, kur njerëzit i kanë ndarë tokat në bazë të kufive të vjetër, por nuk kanë dokumentat e punësisë dhe nuk ka aty asnjë pronar tjetër privat. Në këto raste atyre lindet drejta për të aplikuar. Ai komentoi gjithashtu sulmin kibernetik ndaj postës shqiptare, duke sqaruar se shërbimet nuk janë ndërprer. Ajo çfarë ne mund të themi në këtë moment është që të gjitha shërbimet e postës vazhdojnë normalisht. Nuk ka të dhëna, të paktën deri tani, që ka informacione të inkriptuara, të cilat janë të paksesueshme për pjesën operacionale të vet postës. Gjithsesi ne duhet të presim raportin përfundimtar të gjithë ekspertëve të gjithë këtyre institucioneve, për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur brenda postës shqiptare, por mbi të gjitha, ajo çfarë unë dua të nënvizoj është që vetë autoriteti kombëtar i luftës kibernetike tashmë ka të gjitha kapacitetet, të cilat e rrit garancinë dita ditës për sa i përket integritetit të dhënave publike në institucionet shqiptare. Demo sqaroi se Bordi i Transparencës është duke marrë të gjithë informacionin e nevojshëm për lëvizjet e çmimeve. Bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor dhe aq më tepër inflacioni që sjell në produktet, le themi në një bazë gjerë, kërkon një kod caktuar. Gjithsesi ne çfarë jemi duke bërë është që e para të garantojmë transparencën, duke filluar jo vetëm me produktet bazë, por patjetër edhe me produktet si nafta ose që kanë të bëjnë me energjinë, që ne të garantojmë që mos ketë spekulim në treg, se kjo është gjë e parë që ne duhet kuptojmë. Ne duhet të garantojmë që në treg nuk mund të përdoret kjo situatë për të spekuluar në kurrizë qytetarëve.